rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, komuniteti shqiptar nga Kosova në komunën e Rovatos organizoi një manifestim kulturor dhe sportiv, ku zhvillua turneu i futbollit me porta të vogla në pallatin komunal të sportit. Në këtë aktivitet morën pjesë 16 ekipe të përbëra nga të rinj të agjensive dhe firmave shqiptare të ndërtimit. Ndeshjet u zhvillua në praninë e një publiku të madh dhe entuziast, ndërsa atmosfera festive u pasurua me këngë, valle dhe përshëndetje nga të ftuar special. Bukurinë e aktivitetit e shtoi grupi i vallëve nga Roverto, pjesë e shoqatës Beslidhja, në drejtimin e presidentes Luljeta Cereko. Dhe drejtuesit artistik Nexhmi Mate. Ata interpretuan vallet tradicionale nga 3 krajina shqiptare, të shoqëruara me kostume shumë ngjyrshe kombëtare. Manifestimin e ndëroi me pjesëmarrjen e tij dhe General Enver Morina nga Prishtina, ndërsa publiku përjetoi emocione të veçanta me performancën e këngëtares Dafina Morina, e cila interpretoi këngë patriotike e popullore. Jam i nderuar që sot jam i ftuar këtu për këtë manifestim që kanë organizuar Arbër Llogaxhiu me gjithë ekipën e vetë për nder të pavarësisë së Kosovës. E falenderoj Arbërin dhe gjithë këta që kanë organizuar këtë turner futbollit për nder pavarësisë, të cilën ne dham shumë mund dhe gjak për ta fituar dhe për ta festuar së bashku. Në Itali, Gjermani, çdo ku ka shqiptar festojnë së bashku. Është kënaqësi gjithmonë të jem pjesë e diasporës, me këngë shqipe, me atmosferë festive, si që është din më banë në Evropë, në gjithë vendet ku folës shqip. Jam shumë e lumtur e përshëndes e falenderoj shumë Arbër Llogaxhiun bashkë me gjithë organizatorët e tjerë që më kanë ftuar. Është kënaqësia më e madhe që jam sot në mesin e gjithë këtyre shqiptarëve këtu. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm dhe zotri Petrit Aliaj, president deri i Federatës Kombëtare të Shoqatave Shqiptare në Itali, së bashku me zonjën Suzana Hysi Aliaj, si dhe prof Ndue Shabaku, bashkëthemelues dhe zëdhënës i Federatës, i cili përshëndeti të pranishmit dhe uroi për këtë përvjetor të rëndësishëm. I gjithë aktiviteti u ideua dhe u realizua nga Këshilli Organizativ Mirsad Jahaj, Adnan Podrimçaku, Avdi Hajra, Faton Berisha, Gani Jahaj dhe Arbër Llogaxhiu, me mbështetjen e biznesave shqiptare. Turniri 17 në Rovato për pavarësinë e Kosovës, ke patën shumë ndeshje të forta, kvalitet shumë i madh, rival shumë i madh. Ishin 2 finalistët prej Kosove që erdhën, edhe na treguan një kulturë shumë madhe edhe lojtarë shumë cilësorë. Unë i falenderoj gjitha ekipet pjesëmarrëse, se kur përfundon një turnej pas një lindimi, pas një sukses nuk ka sen më të bukur.
pavarësia ne e dim se pavarësia është një ditë e shenjtë për neve, ne kemi shumë të humbur, shumë ushtar, shumë sen, po ne menojmë që jemi duke përmirësuar të bëhet gjithë populli bashkë. Ishin 700-800 persona në sallë dhe për moshë që organizohet shumë një kënaqësi e madhe, po edhe gjithë ishin të kënaqur. Unë ju falenderoj edhe shihni vitin tjetër, kurse për Naima Bazin e kam një majic speciale që unë e falenderoj këngëtarin babin tim, ndjerin Fadil Llogaxhia, që unë jep në plot merit Naima Bazit dhe respektoj shumë. Naim, përshëndes. Jemi në turnirin në organizuar në Rovato, ku edhe çdo sen të shku si parashikimeve, falenderimi të madh i shkon Alvar Llogaxhis se çdo herë bashkëmose për na të buar këtë dhe për na mundëson të bashkohem dhe të kemi një turnir sa do pak të buhem dhe të festojmë këtë ditë pavarësisë të Kosovës. Çdo sen është të shku në rregull, besoj që finalja do të jetë madhështore edhe le të fiton më i miri. Çdo sen edhe do të përshëndes Naim Abazin, këngëtarin të mirënjohur dhe njeriu të cilin e dullam shumë. Vendi parë i ka të taku me merit ekipit imobiliare, trajnerit Oton Berisha. Trofeun e turneut e fitoi ekipi Hars Imobiliare, vendin e dytë e zuri Euro KBF Point SRL. Vendin e tretë Vali Konstruksioni, ndërsa në vendin e katër u rendet Fazlia. Si lojtari më i mirë u vlerësua Fejza Kastrati, kur shënuesi më i mirë Drilon Maxharaj. Ndërsa portieri më i mirë u shpall Edon Rexhepi. Shëndetje, jam Mohamed Rakovica, lojtari i futsallit në Kosovë. Kemi marrë pjesë këtu në këtë turnir për ditën e 17 shkurtit pavarësisë të Kosovës. Turniri ka qenë shumë i mirë, organizimi ka qenë shumë i mirë. Ja rretëm zot ja rretëm edhe me dal kampion. Ka pas ekipe shumë të mira, shumë shqiptarë edhe prej Kosovës e të tjera. Zvicra, Italia e tjerë. Organizimi ka qenë shumë i mirë. Ky manifestim dëshmoi edhe një herë unitetin, krenarin dhe përkushtimin e komunitetit shqiptar për ruajtjen e identitetit kombëtar, si dhe synimin për forcimin e bashkëpunimit dhe promovimin e gjuhës dhe kulturës shqiptare tek brezat e rinj. Mirupafshim në aktivitete dhe përvjetore të tjerë. Shën Valentini e po mbi gjitha na jena në pavarësi. Për me i pështu Shën Valentinit, veç pavarësi e kena majtë. Le të jemi në rregull. Në realitet, ishte një mbrëmje e jashtëzakonshme. Ishte kjo e tërë. Qeni mirë, ndroni bukur, gjahunin e pashe. Natën e mirë, miru pashim javës tjetër.